Në Pogradec u zhvillua tryeza rrumbullakët me temë rritja e nivelit përfshirjes së grave në vendimarrje, pjesë e një seri aktivitetesh të organizuara nga rrjeti i fuqizimit të gruas në Shqipëri, AVEN, në kuadër të zgjedhjeve të ardhshme parlamentare. Qëllimi i tryezës ishte rigjallërimi i diskutimit për rritjen e përfaqësimit të grave në nivele qendrore dhe vendore të qeverisjes, si dhe nxitja e ndërgjegjësimit dhe angazhimit të aktorëve lokal për barazinë gjinore në vendimarrje. Qëllimi i këtij aktiviteti është përfshirja e grave, rritja e ndërgjegjësimit të tyre për procesin zgjedhor dhe sigurisht edhe përfshirja e tyre në administratën zgjedhore. Mendoj që këto aktivitete vinë në kuadër edhe të fushatave edukuese që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve së bashku me partnerët tanë vendas e të huaj po organizojnë me të gjithë target grupet në të gjithë Shqipërinë. Unë këtu gjej rastin të falenderoj AUEN-in, e cila sot nisi startin në Pogradec me aktivitetet e para, do të shtrihemi në të gjithë Shqipërinë. Dhe qëllimi jon i përbashkët është, siç e thash dhe më parë, ndërgjegjësimi i grave për procesin zgjedhor. Të pranishëm në aktivitet ishin përfaqësues nga Shoqata Gruaja Pogradec, AVEN, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, gra këshilltare nga Këshilli Bashkiak Pogradec, përfaqësues nga Drejtoria e Shërbimeve Sociale në Bashkim Pogradec, përfaqësues nga Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor, si dhe gra aktiviste të angazhuara pranë shoqatës Gruaja. Diskutimet u fokusuan në sfidat që jasin gratë në proceset vendimarrëse, si dhe në strategjitë për të përmirësuar përfaqësimin e tyre. Pjesëmarrëset ndanë përvoja konkrete dhe propozuan hapa të qartë për fuqizimin e rolit të gruas në politikë dhe qeverisjen vendore.